Elifara është e dashura e Fatmir Mediut, u kapën në SBA. Reagon e revoltuar Aurela Gaçe dhe nuk lëgjë pa thënë. Këngëtarja Aurela Gaçe ka dalë me një reagim të revoltuar në rrjetet sociale pas lajmeve që kanë qarkulluar ditët e fundit për mikeshën e saj, këngëtaren Elifara. Aurela i ka dalë në mbrojtje Elifarës, e cila u akuzua në disa media se kishte punuar si drejtoresh në Ministrinë e Mjedisit, kur ministër ishte Fatmir Mediu dhe kishte udhëtuar jashtë Shqipërisë me paratë e buxhetit të shtetit. Aurela Gaçe shprehet se mikja e saj ka duruar dhe ka heshtur përballë shumë sulmeve dhe shkrimeve, por kësajherë akuzat ishin mbi çdo cak njerëzor. Këngëtarja thotë se kushdo që e njeh Elifarën është me fat, teksa shton se ajo vetë ka marrë nga mirësia dhe fisnikëria e Elifarës. Reagimi i Aurela Gaçes. E kam thënë shpesh edhe hapur se kush të njeh ty është me fat. Unë jam një nga ata njerëz që ka marrë nga mirësia jote, nga njerëzillëku, nga fisnikëria, nga besnikëria jote. Ke duruar shumë herë, në shumë raste ke heshtur përballë shkrimeve, sulmeve. Këtë herë ishte mbi çdo cak njerëzor. Duhet të dish se ata që të duan, edhe këtë se ndryshon asnjë shpifje. Mua nuk më habisin më barrat e këqija, sepse në kohën kur njeriu është i aftë të vrasë të dhunoj një tjetër njeri, që këtu kupton se ndjesit kanë mbaruar. Por më çudit fakti që gazetaria thjesht bën copy-paste një lajm. As kërkojnë fakte, as pyesin, thjesht shpërndajnë helmin, pa menduar dëmin psikologjik e shpirtëror që mund t'i shkaktojnë dikujt.